Diskutimet nisën, por shpejt duhet shterur. Takimet mes liderëve partijak për presidentin nuk I kanë luksin që të zgjasin fort, me që pak ditë mbetën deri në gjetjen e emrit të shefit a shefës së shtetit. Ndaj pikërisht prej tyre po kërkohet edhe nga ndërkombëtarët që t'i bëhet qarja kësaj pune. Mendoj se është shumë mirë që partitë politike po flasin me njëra tjetrën. Është e tyre që të gjejnë një zgjidhje. Kuadri institucional I Kushtetutës së Kosovës e bën të nevojshme që partitë politike të bisedojnë me njëra tjetrën. Sigurisht nuk dua të komentoj për këto diskutime tani, sepse është çështje e tyre që të gjejnë mënyrën e duhur për zgjedhjen e presidentit. Ambasadori francez nuk flet kur I kërkohen emra. Jam I bindur se partitë politike dhe institucionet do të punojnë qetësisht për zgjedhjen e një presidenti. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe presidenten aktuale. Megjithse sipas afatit, presidentja duhet që të votohet më së largu deri më 4 mars. Deri tash nuk ka asnjë emër që zyrtarisht dihet që do të jetë kandidat për këtë pozitë. Anise e para aktuale e vendit, Vjosa Osmani, ka shprehur ambicien edhe për një mandat.